Faljen e Kurban Bajramit, besimtarët musliman në Gaza e kryen në xhamin gjysmë të shkatruar Albani të Khan Yunisit, e cila nuk është kursyer prej sulmeve izraelite. Një moment simbolik ky, si për t'i rikujtuar botës makthin që banorët e enklavës përjetojnë çdo ditë prej më shumë se një viti tashmë. Bombardimet po vazhdojnë dhe ne jemi jashtë. Shtëpit janë shkatruar dhe nuk mund të dëgjojmë hoxhën apo predikimet përmes altoparlantëve. Çdo ditë, madje edhe natën, edhe gjatë kohës së lutjes. Bombardimet nuk ndalen. Jemi në kushtet më të këqija që kemi qenë ndonjëherë. Pas 100 vitesh vuajtje, shtypje, padrejtësie, shpërngulje dhe emigrimi, ata duan të na marrin Gazën. Çfarë është kjo? Një kompani apo tokë e baballarëve të tyre? Kjo është një botë e padrejtë, shpifse dhe e ndyrë. Në Jeruzalem me mijëra besimtarë musliman u bashkuan lutjeve të Kurban Bajramit përpara xhamisë Al-Aqsa, mes një pranie të shtuar forcash sigurie izraelite në zonë. Në xhaminë e madhe të Mekës së kaq, pelegrinët kryen lutjet dhe ritualin e tavafit, që kërkon prej muslimanëve të rrotullohen 7 herë rreth Qabes. Sipas traditës, Kurban Bajrami përkujton sakrificën që Ibrahimi ishte gati të bënte duke flijuar të birin, përpara se engjëlli të ndërhynte dhe t'i ofronte një dele për ta sakrifikuar në vend të tij. Festa e Kurban Bajramit karakterizohet pikërisht nga pelegrinazhi i haxhit, që përbën një nga 5 shtyllat e Islamit dhe flijimi i kurbanit. Sipas mundësive fizike dhe financiare, muslimanëve u kërkohet që ta kryejnë haxhin të paktën një herë në jetë. Rituali 5 ditor mbahet në Arabinë Saudite, ku ndodhen vendet më të shenjta të Islamit. Këtë vit një detyrim të tillë e kanë kryer mbi 1.5 milion pelegrin. Mira besimtarë mblodhen për lutje mëngjesin e sotëm edhe përpara xhamisë Al-Azhar në Xhakarta të Indonezisë. Në Irak kjo festë solli mbushjen e tregjeve me blerës, dhe në Homs të Sirisë, besimtarët kanë mundur ta kremtojnë Kurban Bajramin për të parën herë në më shumë se një dekadë, sepse për 14 vjet u ishin ndaluar festimet për shkak të rebelimit të tyre ndaj presidentit tashmë të përmbysur Bashar al-Assad.